Tani, unë do të kthej kamerën, çka ka thonë Milazimi, ta shohmi amba. Ne nuk e kemi ndërmend të lëvizim as 1 milimetër nga besimi në Islam. Ky këtu Islamit nuk i thot identitet, por i thot besim. Tërë manipulimi është me fjalën fe dhe fjalën besim dhe me fjalën Islam. Vazhdojmë të shohim se çfarë ka deshur me thonë. Eksperimenti edhe me përpjekjen për me shërënjës Islamin bëhet në këtë çadër të prezencës ndërkombëtare, e cila në fakt ju jep garanci këtyre njerëzve. Në fillim është shënjestra, ajo tërë çka ka deshur me thonë Milazimi, thot ne nuk do të lëvizim as 1 milimetër nga besimi Islam. Dhe mbi njëherë aty është tonë identiteti shqiptar. Nga identiteti ynë shqiptar, Unë nuk e di se dikush prej neve ka kërku që dikush ta praktisë besimin, për shkak se besimi është shpirtëror, është diçka personale dhe individuale e njeriut, mund të manifestohet, por jo me i bot dam tjetrit. Kurse identiteti shqiptar, do të shkojmë me rend pak, identiteti shqiptar është natyrshmëria ju. Mirë po, Milazimi nuk ka problem me identitetin shqiptar, përderisa ai shqiptarinë e konsideron dhe percepton sipas botës tij, ku ai ndoshta është frymzuar, ndoshta është programuar, ndoshta është rrit dhe nuk do me reflektu, për shkak se ai nuk ka dy lidhje me Kur'anin famlar. Tani fjala identitet. Do të me kuptu çka është fjala identitet. Nuk mund të jenë dy identitet. Nuk mund, është vetëm një identitet. Për shembull, në letërnjoftim, ose në ID card, ose në pasaport, ose në çfarëdo rrethonash ti mund ta ndryshojsh shtetësinë. Për shembull, kam 2 shtetësi, kam 2 pasaporta, ndoshta i kam edhe 3 pasaporta, tash ma jope qeveria shqiptare dhe presidenti i Shqipërisë, edhe shtetësinë e shqiptare i baj 4, po identiteti im mbetet i njëjtë, me një emër dhe mbiemër. Momentin që një pasaport tjetër e ka me një emër tjetër dhe mbiemër tjetër, atëherë është diçka e falsifikuar. Pra, nuk mund ketë të shenja njeri 2 identitete. Është vetëm një identitet që quhet njeri dhe natyrshmëria e tij, qysh e ka marrë amanetin me dalë në dynja. Prandaj unë kom folë shumë kohëve të fundit dhe do të flasmi deri në vitin 2030, ta kuptojmë se sa është e rëndësishme germa f dhe fjala e shqipës fe, dhe për çudi doktori akademik Milazim Krasniqi i muslimanëve, ku një pjesë e madhe e gazetarëve sot që punojnë në televizionet e Kosovës kanë qenë studentat e tij. Pra, mund vjen shumë keq që keni pas një profesor shumë dop që nuk kanë ditë me nda shopin për sheqerit. Nuk. Edhe ju sot që keni fillu të shprogramoheni, ju e dini se nuk spjegohet dhe nuk kuptohet Kurani me termet e sotshme, sidomos me termin identitet. Është një ajet në Kur'an në surën Yusuf, ku ne aty e kuptojmë shumë drejt për drejt se çka do me thonë unë. Unë jam. Uni. Molla Milazimi, akademiku i kombit musliman, ka problem me egon time, me egon e imamit shqiptarëve. Është ajeti në surën Yusuf, nuk
do të japë sonte si informant, ku 400 unë e kuptoj çka është identiteti, pastaj e kuptoj çka do me thonë fjala insan. Fjala insan e kuptoj çka do me thonë fjala insan, njeri e përkthej, në gjuhën e Kuranit është kjo fjalë e gjinisë mashkullore. Mirë po, kemi edhe nefs, që është shpirt. Shpirti është diçka shpirtore, mund të themi qiellore. Pra njeriu, shto si që jam unë, përbona prej dy gjërave. Njeri si trup fiziologjik dhe trupi, insan lidhet me kalb, me zemër. Nefs, shpirti lidhet me diçka tjetër. Pra, e para është zemra, kalbi, kjo forma fizike, emri, mbiemri, dhe kjo është identiteti im, që unë ku marr amanetin, botën e dëshmisë, me dalë mu sprovu në këtë kohë, dhe unë e kum zgjedh edhe me shpirt, a më kuptoni, me nefs, se nefs është gjinisë femërore, me qenë shqiptar. Që molla, milazimi akademiku musliman nuk e ka haberin e kësaj pune. Haber, akhbar, lajme. është me sikur që është halaka, ka krijuar khuluq moral. Apo më kuptoni? Ajo, prandaj ju të tjerët duhet molla milazimin ja lën imamit shqiptarëve. Se unë jam njeri që du me komuniku, për dialog të shohmi cila është e vërteta. Unë e di se është shumë vështirë një Ebu Leheb, baba i flakës zjarit, të pendohet dhe të kthehet me ftyrë, jo të Zoti im, të Zoti i tij.